Gjatësisë, një gotë çdo ditë dhe trajton këto probleme. Sipas doktorës Simran Sahin, nutricionist, kombinimi i lëngut të pançarit me karrotën dhe mollën është ndër recetat më të mira për ata persona që vuajnë nga anemia. Doktor Sahin sugjeron gjithashtu se është mirë të pini lëng pançari herën në mëngjes ose një orë përpara mëngjesit. Pini një gotë 200 ml lëng pançari çdo ditë për të lehtësuar të gjitha problemet dhe për të marrë përfitimet e tij. Por pijeni atë të freskët, përndryshe vlerat ushqyese të lëngut do të zvogëlohen ndjeshëm. Sipas kësaj, 100 gram panxar ka rreth 43 kalori, 0,2 gram yndyrë, ka 325 gram kalium, 78 gram natrium, 1,6 gram protein dhe karbohidrate totale janë rreth 10 gram. Ja disa nga përfitimet kryesore sipas Everyday Health që do të merrni nga lëngu i panxarit: rregullon tensionin, i jep shkëlqim lëkurës, ndihmon në detoksifikim, rrit energjinë dhe qëndrueshmërinë dhe ju ndihmon në lehtësimin e kapllëkut.